Analistë thonin që nëse futet në valle edhe Turqia, atëherë jemi në prag të luftës së tretë bërthamore. Për fat, raketa e lëshuar nga Irani u interceptua nga forcat e NATO-s, natyrisht nga Turqia, se kush do ta interceptonte tjetër. Turqia është vend që eksporton fuqi ushtarake, jo që importon. Të paktën kështu e besoj unë, dhe nuk u lejua të shkonte në Qipro, ku iranianët pretendonin që e kishin nisur. Në fakt, lufta e tretë botërore mund të filloj vetëm nëse Izraeli godet Turqinë, pra që mos krijojmë kakofoni fjalësh dhe kundërvënie, por gjithsesi futja në valle e Turqisë është një shenjë e keqe, sepse Turqia nuk është as Emiratet e Bashkuara, as Arabia Saudite, të cilët kanë një fuqi të madhe ushtarake në numra dhe në teknik, po nuk kanë ushtri të atill që mund të jetë eficiente. Ndërsa Turqia është fuqia, nuk e di, do ma thot i ftuari im, Arben Çuko. Është fuqia e dytë në NATO dhe dy po në botë, sa i bie zoti Çuko? Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Për nga sasia e ushtrisë, është e dyta në NATO, pas Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në NATO, dërsa në renditjen botërore mund t'jetë më 7%. E konsiderueshme. Po padyshim që është e konsiderueshme. Dhe është një ushtri eficiente, apo jo? Është një ushtri vetëm me numra. Është një ushtri që të paktën forcat e saj speciale i ka jashtëzakonisht të përgatitura, sepse kanë vite, dekada të tëra që kanë eksperiencë luftarake kundër grupeve kurde. Përmenda këtë që unë nuk besoj se Turqia do futet në luftë, sepse futja Turqisë në luftë me Iranin, në skenarin që Shtetet Bashkuara të Amerikës do përdorin kurdët si forcë toksore, kjo është në kundërshtim të plot me interesat turke, sepse një fuqizim i kurdëve të Iranit. Kurdët e Irakut janë të fuqizuar. Pothuajse të pavarur. Ja, dhe pothuajse të pavarur, dhe kujt i vjen radha? Vjen radha kurdëve të Turqisë. Ndërkohë edhe në Sirinë mos gaboj kanë marrë një lloj autonomie. Normal që kanë marrë një lloj autonomie, dhe pikërisht për këtë forcimi... Pra, nëse shohim Hardhën, veriu Iranit, veriu Irakut... Gjithë kufiri midis Turqisë, Iranit, veriut Irakut dhe veri perëndimit të Sirisë, aty është Kurdistani. Dhe është edhe lindja e Turqisë. Lindja komplet, lindja. Lindja e Turqisë. Pra, Kurdistani është në këtë zonë këtu. Përfshin dhe Turqinë, përfshin dhe Iranin dhe Irakun. Pra, forcimi i elementit kurd në kuptimin strukturor, sepse ata janë gjitha popullsia gati 40 milion, nga cilës 17 ose 18 janë në Turqi. Forcimi strukturor i tyre, i ndihmuar me para dhe me armë nga Amerikanët dhe Izraelitët, është rrezik për hapin e dytë ndaj Turqisë. Kështu që unë nuk besoj se Turqia do të futet në konflikt me Iranin. Mendon që edhe nuk është entuziaste për një shpërbërje të Iranit? Patyshim, sepse një shpërbërje e Iranit nënkupton Kurdistanin e pavarur. Një shpërbërje e Iranit nënkupton një gamë të gjerë problemesh demografike, të imigracionit, të terrorizmit, të grupeve fetare, ajo që do ndodhë, ajo që ndodhi me Irakun. Shpërbërja e Irakut, azisimi i forcave të sigurisë dhe të mbrojtjes të Irakut nga Amerikanët, pra shkrirja tyre dhe ndjekja, çfarë solli si pasojë miliona të vrarë dhe Daesh, ISIS. Dhe kaos. Dhe kaos. Kështu që Turqia është e para që rrezikohet. Nga kjo që sapo diskutuam, unë nuk besoj që ata do futen në konflikt. Nuk e besoj.
Qoftë edhe raketat të ishin drejtuar ndaj Incirlikut, bazës amerikane në Turqi. Ata përsëri nuk do fundeshin në luftë. Okej, atëherë, kthehemi te lufta. Jemi në ditën e 5 të luftës, në mos gaboj, të bombardimeve. Cila është situata reale? Sepse e para viktim e luftës sot e skili është e vërteta. Dhe aq më tepër jemi në mjegullën e luftës. Mjegulla e luftës, pra nuk kupton lufta hibride, lufta psikologjike, është pjesë e luftës së madhe që po zhvillohet. Dhe duke hequr me njanë luftën hibride, luftën psikologjike, luftën e informacionit, situata në terren është tashmë një luftë teknologjike. Forcat nuk kanë kontakte fizike me njëra tjetër, përveç se ajrit, dhe kur kjo luftë është thjesht luftë teknologjike, përparësi absolute, mendoj unë, dhe jo se mendoj, po kështu është vërteta, kanë Amerikanët dhe Izraelitët. Në ajër, si do? Në ajër, pra. Se kjo është lufta teknologjike. Ekziston, e kanë shkatruar mbrojtjen kundër ajrore të Iranit? Varet. Atës mund të di, po fakti që avionet Amerikan dhe avionet Izraelit bombardojnë Teheranin, përveç se me raketat Tomahawk amerikane. Flitet që pa hyrë në hapësirën ajrore iraniane. Po normal tashmë teknologjia e municioneve precize amerikane dhe izraelite është e tillë që ata në maksimum afrimi i tyre në maksimum është deri 100 km larg. Nga aty hedhin municionin edhe largohen. Atë korridor të afrimit në Irakun verior, dhe futjen për në Teheran, atë korridor ata kuptohet që e kanë pastruar plotësisht, por supremacia ajrore që kanë Amerikanët dhe Izraelitët e detyron Iranin, çdo ushtri, që të shpërndaj forcat e veta. Të shpërndaj në mënyrë të tillë dhe t'i maskoj, t'i ruaj. Për një event tjetër. T'i shpërndaj dhe t'i maskoj. Kjo është prehja ruse komandirovka. Në thelbi i saj nuk është vetëm maskimi, po është mashtrimi. Maskimi është pasojë e mashtrimit. Dhe fakti që përveç atyre avionëve F-15 unë kam ngelur shumë i habitur se si u rrëzuan, humbje të tjera nuk kemi dëgjuar. Nuk kemi dëgjuar. Përveç 6 ushtarëve amerikanë që mund të jenë brenda përballë nga raketat. 6 ushtarë, tash lufta vritën më shumë edhe në manovra. Lufta nuk është as shëtitje as show. Lufta është e egër dhe 6 ushtarë nuk kanë. Për shembull në Ukrainë këta do të ishin 6 ushtarë Ukraina i vritën për 7 sekonda. E qa, do kthejmë të Ukraina. Atëherë, kemi një taktik të Iranit për të lëshuar raketa. Ndërkohë Amerikanët dhe Izraelitët po kërkojnë shtretërit e lëshimit që janë rreth 200 copë, të cilët Irani po përpiqet të fshehë. Askush nuk e di se sa janë. Askush nuk e di se sa janë. Nga burimet e hapura e kanë. Nga burimet e hapura, po askush nuk e di se sa i ka rezervat Irani. Unë mendoj që e para rezervat, e dyta edhe mbase të gjitha po këto fabrikat dhe uzinat dhe prodhimit të këtyre raketave, Irani ka të gjitha nën tokë. Sepse ata e kanë parashikuar fuqinë të mesme ajrore të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë mendoj unë, se po t'isha në vend tyre, këtë gjë do bëja dhe unë. Këtë gjë keni bënë? Këtë gjë është e kam bërë ushtallarët. Kjo është bënë, edhe dhe vetë. Si e parashikoj unë, ose që analize bëj unë. Këto 5 ditë, Irani ka harxuar municionin e vetë
më të vjetër. Ka harxuar dhe të riun këto raketat e reja që ka hipersoniket. Por këto i ka përdorur për të goditur objekte të veçanta të rëndësisë së lartë strategjike. Hedhjen masive të raketave që bën mbi Tel Aviv, mbi Jeruzalem, mbi qytetet e tjera, i ka të gjeneratës së vjetër, sepse ato e kanë CEP quhet ajo, Circular Error Probability, e ka 2.5 kilometër gabimin, atë saktësinë e vete ka 2.5 kilometër e vjetra. Këto të rejat e kanë 15 metër. Kështu që në momentin që ai ka përdorur raketa të reja për të gjuajtur, siç kanë deklaruar, rezidencën e kryeministit izraelit, apo radarin amerikan, apo bazat ajrore izraelite dhe amerikane, ka përdorur të rejat, një pjesë të vogël. Të vjetrat i ka përdorur për terror mbi popullsinë izraelite. Dhe të vjetrat janë, nuk mund të them lehtësisht të interceptueshme, por ka një nivel të lartë interceptimi nga mbrojtja kundërore izraelite dhe amerikane. Fakti që ata zgjodhen të birin tregon që ata do ta ndjekin rrugën e Tjatit. Fakti që zgjodhen të birin tregon që përveç ndjekjes së rrugës së Tjatit, ai ka dhe një motiv më të fortë, ka hakmarrjen. Fakti që komandantin e gardës revolucionare që u vra e zëvendësuan me më radikalin e tyre, paktën kështu thonë burimet, me generalin më radikal të tyre, tregon që ata janë të vendosur, sepse realistët kanë luftë për mbijetesë, jo vetëm për regjimin në përgjithësi si sistem, por dhe vetë kastën e tyre, sepse ata janë shinjestruar dhe do shinjestruar në rastin e dorëzimit të tyre, ata e dinë që janë të azisuar. Pra, gjithë çështja është ai trekëndsi i famshëm i Klaus Jovisit që thotë populli, qeveria dhe ushtria, nëse ky trekëndësh ka bazat të qëndrueshme, ai vend nuk mundet do të kollaj. Nëse po kjo që thonë juve, e çon vendin në një mos realizim, patjetër, po edhe në një mos realizim të objektivave amerikane, sepse amerikanët pretendojnë ndrim regjimi. Po, atëherë, para se të shpreh mendimin tim, më duhet të them këtë gjë.